Përshëndetje. Donald Trump ka arritur në Izrael dhe në një fjalim që ka mbajtur përpara parlamentit të Izraelit Knesset, ai shprehur që është ndjerë shumë i vlerësuar. Bëhet fjalë për një paqe e cila shpresohet që të zgjasë. Nuk është hera e parë që jam në prag të një paqe të përhershme e cila pastaj ka përfunduar në intifada dhe në përplasje të ashpra midis palestinezëve dhe izraelitëve. Donald Trump shpreson që kjo do jetë një paqe e gjatë. Dua të kujtoj këtu përpara një paqe pothuajse të realizuar midis Arafatit dhe Ehud Barakut, i cili në atë kohë ishte kryeministri i Izraelit. Një mosnënshkrim i cili i kushtoi Ehud Barakut postin e kryeministrit. Është njeriu më i dekoruar i Izraelit, ushtarak deri shefi shtabit përgjithshëm, pjesëmarrës i operacioneve speciale MNZ të kryera nga ushtria izraelite në bashkëpunim me Mossadin. Pastaj i kushtoi postin një kryeminist tjetër, Ehud Olmert. Në fakt, për këtë paqe, Ehud Barak është shprehur entuziast. Ka thënë që mund të funksionojë dhe palestinezët nuk duhet që ta humbasin këtë rast. A do ndodhë vërtet? Edhe vetë presidenti Trump është entuziast për paqen. Jo më kot ai ka deklaruar që 200 ushtarak amerikanë do jenë në terren për të vërtetuar nëse do zbatohet apo jo kjo paqe. Dua të kujtoj këtu thënien e ish sekretarit të përgjithshëm, ish sekretarit të mbrojtjes Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Robert Gates, i cili shërbeu nën presidencën e George Bush Jr. dhe të Barack Obamas, i cili tha që në momentin që një president amerikan kërkon që të vendoset çizmja ushtarët amerikan në lindjen e mesme, duhet çuar të vizitohet në një spital psikiatrik. Natyrisht që Donald Trump dhe aparatet që janë mbas tij e din këtë gjë, dhe prandaj shpresohet që kjo paqe do jetë afatgjatë. Do jetë afatgjatë, kuptohet, varet shumë nga palët. Ndërkohë në Gaza ka filluar një përplasje midis Hamasit edhe klaneve. Në përplasje e cila më përpara ka qenë, por nuk është folur për to, janë klane të fuqishme, fise të fuqishme palestineze të cilat janë kundër Hamasit. Dhe Hamasi mbizotroi vetëm për faktin sepse kishte një lloj përkrahje të heshtur nga Izraeli, ose më saktë thënë heshtje në faj, dhe një ndihmë nga monarkitë e Gjirit. Mbetet për të parë sa do jenë gjendje këto fiset të prevalojnë. Ka pasur përplasje të armatosura mes tyre. Gjithashtu mbetet për të parë se sa shoqëria izraelite do jetë në gjendje që të përkrahë një plan për paqen. Dua të them këtu që shumë nga ata që janë në demonstrata në Izrael, të cilët kërkojnë një paqe me Hamasin, e kërkojnë kryesisht për lirimin e pengjeve. Po tashti që pengjet u liruan, a do ketë më një vazhdim nga shoqëria civile izraelite që të kërkojnë një paqe afatgjatë me palestinezët? Kjo mbetet për të parë. Duhet të thënë që Izraeli ka një mik të madh, janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Madje është diçka për te mikut, është pothuajse vëlla. Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë gjithmonë në krah të Izraelit. Problemi është sa do vazhdoj kjo, sepse edhe mes vëllezërve ka një fund, dashuria. Sa do vazhdoj kjo situatë gjeopolitike botërore, ku Amerika do ketë mundësi të përkrahë dhe të mbështesë Izraelin, sepse ndërkohë një pol i ri i cili është BRICS është shfaqur në horizont, një fuqi e re globale siç është Kina, ose pothuajse globale, është shfaqur në horizont. Kështu që mund të vijë një moment që Shtetet e Bashkuara të thonë Izraelit, vazhdoni vetë, neve deri këtu na kishit. Kështu që edhe Izraelit i duhet që të arrijë një paqe me palestinezët. Duhet thënë që deri tashti Izraeli ka arritur një fitore taktike. Ka çuar pothuajse në zhdukje Hamasin, po se ka zhdukur. Ka prerë kokën e Hezbollahut, por është një organizat me shumë kohë. Ka goditur rënd Iranin, por nuk e ka zgjësuar. Këto janë fitore taktike, por jo strategjike.
të gjithë këta kundërshtarë të Izraelit kanë mbetur në këmbë. Dhe një ditë nuk është çudi që të rimarrin veten. Kështu që Izraeli duhet që të gjejë faktorët, sidomos në gjirin e shoqërisë palestineze, që të bëjnë të mundur një paqe afatgjatë. Më bëri përshtypje që nuk është në listën e shkëmbimit të burgosurve Barghouti, i cili është një udhëheqës i krahut jo fetar të palestinezëve, pra është një pinjolli i autoritetit palestinez, i cili shpesh nga analistët cilësohet si një interlokutor me autoritet për një paqe afatgjatë. Megjithatë mbetet për të parë ditën në vazhdim, kjo paqe që është nënshkruar ka shumë për të lexuar midis rreshtave. Jemi vetëm në hapat e parë, janë liruar pengjet nga ana e Hamasit, pritet të lirohet nga ana e Izraelit, pritet të ketë edhe rinegocime emrash, por pastaj mbetet për të parë si do jetë në terren, sepse IDF-ja ka deklaruar që do shkatërrojë të gjitha tunelet. Po si do shkatërrojë të gjitha tunelet në një kohë që trupat e saj kanë filluar të tërhiqen dhe paqja kërkon një fotografim të gjendjes aktuale, pra nuk duhet një avancim majtas së djatën. Gjithashtu duhet një vëzhgim në terren, vëzhgues të cilët në këtë moment nuk janë, por mbetet për të parë. Çdo orë mund të sjellë ndryshime. Si gjithmonë në fund ju rikujtoj të bëheni pjesë në kanaleve tona në YouTube, dritare të vëllët kanalit Rudin Zhura. Faleminderit.